Zoti për ju ka kriju krejt, ama krejt çfarë ka në tokë. Madje çfarë ka edhe nën tokë, dhe çka ka mbi tokë, për neve, për njerëzimin. Dhe pyetja që parashtrohet vetvetijo, nëse për ne ka krijuar çdo gjë, po neve për çka na krijoi. Njeriu pra për çka e krijoi. Këtë tokë për njeri, këto të mira për insan. E insanin për çka? Le të lodhet insan, le ta lodh kokën e vet. Pse më krijoi Zoti mua? Të ha, të pi, të shërjepshet e mia, të bëj qefet e mia. Dhe kaq, po kjo është shumë pak, po kjo është shumë shkurt, po kjo gjëna, kjo i mirë kjo njeri. Kjo gjëna është që këta ujë nuk ka me ta, ama nuk ka me ta në dynjat. 100 milion fabrika le të bëhen, edhe 100.000 vite le të shkenca për para, e le të prodhon lagje të ndryshme, pije të ndryshme, prap kanë më kthy, të gjithë me thanë, ujë o burr, ujë të Zotit edhe kaq. Që këta ujë është pej para se me u kriju të dhon dhe çdo njeri në këtë dynja. Ujë o burr. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër, ku do qeni, selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Kemi dal sot në bjeshtë e stogut, në bjeshkët e Cërëvodës, me disa shokë dhe disa miq, për me pa këtë natyrë, këtë pjesë kësaj Kosove, të cilën e ka fal i madhi Zot. Vendet bukura, veç Allahu që i ka krijuar. Zotën Allahu, çdo sen që ka kriju në formën më të bukur, më të mirë. Në formën më të urtë e më të përkryer. E ai e din se çfarë u dohet robëve të tij, për çfarë kanë nevojë ata. Dhe i ka pajisur ata me krejt çfarë kanë nevojë. Në çdo sen që ka kriju Zoti, ka urtësi të përkryera. Këto male që kemi, këto kodra për rreth, të mirat e tyne nuk kanë fund. Dobit e tyre janë të panumërta. I din njerëz të thjesht, i din shkencëtarët, i din çobant, krejt i din. Allah i madhruar na urdhëron në Koran, na porosit sa herë, që të shikojmë këtë gjithësi, për rreth nesh, lart në qiell, poshtë në tokë, madje edhe vetveten tonë, dhe në çdo gjë që na rrethon. Në çdo gjë ka argumente, fakte të mjaftueshme për ekzistimin e të madhe të Zot, për fuqinë e të madhe të Zot, për dijen absolute të madhe të Zot, për pushtetin absolut të madhe të Zot, për urtësinë e përkryer të madhe të Zot, dhe kështu me radhë. Nëpërmjet këtyre argumenteve, fakteve, robi arrin ta kuptoj dhe ta njeh krijuesin e tina, Zotin e tina. Këto kodra të cilat e kemi rreth nesh, para nesh, në gjatë të majt. Nëse shletojmë Koranin, gjejmë se me dhjetra herë i madhi Allah na i përmend malet, kodrat. Se në forma të ndryshme, se Allahu është ai i cili ka krijuar. E kodrat tregojnë forcë. Tregojnë forcë, fuqi, edhe në mënyrë simbolike. Edhe gjithsesi tregojnë se ai që ka ndërtuar është i fortë. Por tregojnë edhe për pikëri dhe mençuri dhe urtësi. Për ata Allahu pran forma të ndryshme në e këto kodra. Ndërto, thot Allahu azza wa jall wal jibala autada. Dhe kodrat i ka bërë kunja. Kun, në rrafsh e Kosovës, në dialektin të themi
kungja, konji, që i ngull për me majt një objekt. Ma konkret, fillimisht drejtohet Allahu Arabëve me kas, të cilët për nga natyra e tyre, jetë e tyre përditshme, e kanë pasur tenden, si shtëpi, dhe ku kanë shku, i kanë marrë me veti tendat. Tenda forcohet me kunja, ajo nuk rrin, por dohet me kun, me ngullë dhe, në mënyrë që erërat mos me bajt atë dhe me nejt aje fort. Pra Allahu Azza wa Jall na tregon neve se këtu kodra i ka bërë kunja, e që nën kuptan se janë të ngullura thellë në tokë kodrat. Pra, sa është kodra lartë mi tokë, është edhe poshtë në tokë. Kunj e lunë rolin e saj për me mbrojt që atë që është në te. Pra, kodrat e mbrojnë tokën nga dridhjet e saj. Per atë arsye, ka ardhur në shumë gjurëm të selefëve, të Ibn Abbasit, Ibn Mesudit, sahabëve dhe shumë të tjerë, edhe pas sahabëve, se i madhi Allah te bareke wa taala, kur ka krijuar tokën fillimisht, toka është krijuar pa kodra. Toka është krijuar pa kodra, pa male. Pastaj Allahu Azza wa Jall ka krijuar i kanë dhe lëkundur toka, o lëkundur. E Allahu ka thonë, wal arda ba'da dhalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. E pastaj, pas e ka krijuar tokën, pastaj ka krijuar qiellin, pastaj sërish të kthyet toka, edhe tokën e ka mbeshur me këto të mira që i shohim ne. Akhraja minha ma'aha, ujt, ka nxjerr prej tokës, po edhe pemt e bimt e natyrën e kollosat që përbaktit. Wal jibala arsaha, po edhe kodrat i ka vendosur. Mata'an lakum wa li'an'amikum, në mënyrë që ju e njerëz të jetoni qetë, për edhe hayvanat e juve, edhe baktit e juve. Dhe subhanallah se ka kriju Allahu këtu male, e këtë natyre ka veshur me krejt çfarë ka nevojë njeriu, dhe çfarë ka nevojë baktit e njeriut, që janë sebeb i fort për mja lecu njeriut jetën e tina. S'ka asgjë rasi të Zoti. Andaj këto kodra kanë rëndësi shumë të madhe, për pas tjerash, për ambajnë tokën stabile. E robi, për pas të mirave tjera të shumta, që natyrisht është fushës shkencëtarëve, të cilat ata i dinë më mirë se sa ne këto gjëra, por ne arrijmë të nxjerrim apo të kuptojmë disa urtësi nëpërmjet Kur'anit, e që është fundja edhe borim e çdo shkence dhe çdo dije dhe çdo vlere që ka njerëzimi sot. E falenderojmë Zotin shumë për gjithçka që ai ka krijuar, po edhe neve që na ka krijuar, dhe për këtyne krijesave të shumta na ka dalluar e na ka privilegjuar. Për ne ka krijuar këto male, këto kodra, për ne ka krijuar këto baktije, këto lëpe, këto pemë, këto pisha, për ne ka krijuar çdo gjë. Zotën Allahu ka thonë, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Zoti për ju ka kriju krejt, ama krejt çfarë ka në tokë. Madje çfarë ka edhe nën tokë, dhe çka ka mbi tokë, për neve, për njerëzimin. Dhe pyetja që parashtrohet vetvetijo, nëse për ne ka krijuar çdo gjë, po neve për çka na krijoi. Çdo gjë për ne, po neve për çka? A lodhet insani, njeriu i cili ka 2 ditë shkollë, edhe pa shkollë, por ka mend. A lodh kokën ndonjëherë me mendu, pse Zoti ja fali gjithë të mira robit? Mas pari pse ata ja fali njeri?
as mujtë me falë ndonjë krijesë tjetër, por e bëri njeri. Edhe pse a fali gjithë të mira, Zot. Kur doli njeriu në këtë dunja, i gjeti të gatshme të përgatitur krejt, ama krejt. Krejt, çdo gjë. Shumë herë mund ta ngjasojmë me një familje e cila e pret fëmijën e parë, mas sa viteve, e ka martu djalin e parë dhe po shtohet fëmija për presin që po shtohet. Çka bojnë ata? Qohen i madhe i vogël, mja përgatitë dhomën, djepin e krejt fëmijën. Në mënyrë që këtë vjen foshnja në këtë dunja me pas gatshme, sepse ai nuk dinaj. Do të natë të tjerë t'jena më të disha me përgatitë. Kur vjenaj me pas gatshme. E ne kur kemi arë në këtë dunja, ne nuk kemi ditë, por e kemi gjetë të gatshme çdo gjë. Ama çdo gjë, vetëm me shfrytzu. Se kur këta uje, këtë drasë që kemi bërë, ke pedrunit të, Allah në ka kriju për ne, e pastaj, kur është e njohëm, e ka dobin e vetë, po kur është të thatë, prap e ka dobin e vetë. Me men, njeri e përdor. I shfrytëzon të mirat e Zot, por prapë përsëris, njeriu në prapë për çka e krijoi. Këtë tokë për njeri, këto të mira për insan. E insanin për çka? Le të lodhet insani. Le ta lodh kokën e vet. Pse më krijoi Zoti mua? Të ha, të pi, të shërjepshet e mia, të bëj qefet e mia. Dhe kaq. Po kjo shumë pak. Po kjo shumë shkurt. Po kjo gjëna, kjo i mirë kjo njeri. Kjo gjëna është. Kjo për gjëna. Sepse kjo është ka shë dhe qëto. S'shë më largë. Për ndryshe, që gjithsesi e kriju me shiu të mira të Zotit, por edhe shumë, më shumë se sa kaq. Me falenderu krijuesin e këtyre të mirave. Me falenderu. Në mënyrë që ti me shiu të mira të Zotit këtë dunja, por mos harro se në botën tjetër ka aq shumë të mira, sa që të mirë të kësaj dunjaje, veç me amen mu me ngjasu të mirave të ahiretit. Që këta ujë, nuk ka me ta, ama nuk ka me ta në dunjat. 100 milion fabrika le të bëhen, edhe 100.000 vite le të shkenca për para, e le të prodhon lagje të ndryshme, pije të ndryshme, prap kanë më kthy, të gjithë me thanë, ujë o burr, ujë të Zotit edhe kaq. Që këta ujë është pej para se me u kriju të dhon dhe çdo njeri në këtë dunja. Ujë. Ujë o burr. Megjithatë, ujë i kësaj dunjaje din me të munu nga një herë. E ujë i ahiretit i xhenetit nuk të munon. Andaj pse mos me punu për me shfrytëzu edhe të mirat, të cilat i ka përgatitur Zoti për ne në botën tjetër. Fundja është urdhër i Zotit dhe është kërkesa e tij në atë njëjtën kohë. Lumtuna për këtë Islam. Elhamdulillah për Zotit, Allah na forcoft këtë Islam e këtë iman në zemrat tona. Na bëft Zoti me shfrytëzu këto të mira që na i ka dhënë mbrana rrugës tina dhe kënaqësisë së Zotit dhe përsive të pejgamberit tij alayhi salatu wassalam. Faleminderit edhe për mikpritje, për mohabet. Ne kaluam një pjesë të mirë ditës, një kohë kënaqshme me vllaznik këtu me shok. Elhamdulillah për Zotit, Allah na bashkoftë në xhenet ya Rabbel Alamin. Faleminderit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zoti ju rujt.